Arbiona, nesër ndeshja e kthimit ndaj ekipit Ukrainës, besoj që rezultati i ndeshjes së parë ju favorizon për kualifikimin. Po, është e vërtet, ndeshja e parë është mbyllur me rezultat 2-0, por për të arritur drejt suksesit dhe qëllimit tonë duhet të harrojmë ndeshjen e parë. Ndeshja e ditës nesërme është vendimtare dhe duhet me patjetër fitore. Besoj që ndeshja e parë tregoi që Vllaznia po vjen në rritje. Po, të gjithë ata që e kanë përcjell futbollin e Vllaznisë femrave dinë që për viteve të kaluara ka pas ndryshim shumë të madh me si vjet. I është dashur shumë kohë mbas lojtarëve të reja që të ambientohen me ekipin, por tani jemi drejt ngritjes performancës së ekipit. Shpeshherë skuadra ndoshta ka kaluar edhe në eufori. I druani që mund të ndodhë nesër apo keni marrë masa që ta vlerësoni maksimalisht kundërtarin? Kemi marrë masa që ta vlerësojmë maksimalisht, thash edhe më parë duhet harrojmë ndeshjen e javës kaluar, tash është një ndeshje vendimtare dhe duhet patjetër fitoria dhe duhet të luajmë që nga minuta e parë deri në minutën e fundit. Një numër i madh tifozash në ndeshjen e parë. Duket që Vllaznia femra i ka bërë prej tifozësh shqiptar. Për çdo ndeshje kemi pas mbështetjen shumë të madhe prej tifozave. Kur kemi luajtur në Shkodër, kemi ditë që mbështetjen e tifozëve do ta kemi patjetër. Uroj që edhe këtë ndeshje të kemi mbas edhe më shumë se herën e kaluar, sepse janë një mbështetje shumë e madhe për ne. Kundërshtari mendon që është i kalueshëm apo duhet pa kujdes edhe nesër? Më shumë varet se si do të performojmë ne si skuadër. Nëse ne do të luajmë mirë dhe do të bëjmë detyrat sa të na caktojnë stafi teknik, atëherë çdo skuadër është e kalueshme. Deri ku mund shkojë Vllaznia në Europa Cup? Ne do të marrim ndeshjet 1-1, nuk i dihet se shorti cilën na sjell, se në skuadër do të na sjell. Do të marrim ndeshjet 1-1, do të paraqitemi sa më mirë dhe të bëjmë maksimumin që të arrijmë sa më lart. Faleminderit. Faleminderit.